Tabut rreth fëmijëve. Çfarë thot psikologjia moderne? Ja 5 fakte psikologjike profesionale rreth tabuve që lidhen me fëmijët dhe ndikimin e tyre në zhvillim. Njëheshtja krijon turp, jo mbrojtje. Kur tema si trupi, emocionet, seksualiteti apo dhuna konsiderohen tabu dhe shmangen në familje, fëmijët mësojnë t'i lidhin ato me turp ose faj. Psikologjia zhvillimore tregon se mungesa e komunikimit të hapur rrit ankthin dhe konfuzionin emocional. Dy fëmijët krijojnë kuptime edhe pa shpjegime. Sipas teorive të zhvillimit kognitiv të Jan Piaget, fëmijët ndërtojnë kuptim nga përvoja. Nëse të rriturit shmangin temat e ndjeshme, fëmijët do t'i plotësojnë boshllëqet me imagjinat shpesh në mënyrë jo të saktë ose frikësuese. 3 tabut pengojnë inteligjencën emocionale. Kur emocionet si zemërimi, frika apo trishtimi konsiderohen të papërshtatshme, fëmijët mësojnë t'i shtypin ato. Kjo lidhet me vështirësi në vetë rregullim emocional dhe marrëdhënie më të dobta sociale në të ardhmen. 4 Mjedisi i hapur rrit reziliencën. Studimet në psikologjinë e lidhjes, attachment, tregojnë se fëmijët që rriten në familje ku temat diskutohen hapur zhvillojnë më shumë siguri emocionale dhe aftësi për të kërkuar ndihmë kur kanë nevojë. 5 Edukimi i hershëm parandalon traumën. Kur fëmijët edukohen në mënyrë të përshtatshme për moshën rreth kufive personal, trupit dhe sigurisë, ata kanë më shumë gjasa të raportojnë situata abuzive. Psikologjia parandaluese e konsideron komunikimin e hapur si faktor mbrojtës kryesor. Tabut rreth fëmijëve. Çfarë thot psikologjia moderne? Ja 5 fakte psikologjike profesionale rreth tabuve që lidhen me fëmijët dhe ndikimin e tyre në zhvillim. Njëheshtja krijon turp, jo mbrojtje. Kur tema si trupi, emocionet, seksualiteti apo dhuna konsiderohen tabu dhe shmangen në familje, fëmijët mësojnë t'i lidhin ato me turp ose faj. Psikologjia zhvillimore tregon se mungesa e komunikimit të hapur rrit ankthin dhe konfuzionin emocional. Dy fëmijët krijojnë kuptime edhe pa shpjegime. Sipas teorive të zhvillimit kognitiv të Jan Piaget, fëmijët ndërtojnë kuptim nga përvoja. Nëse të rriturit shmangin temat e ndjeshme, fëmijët do t'i plotësojnë boshllëqet me imagjinat shpesh në mënyrë jo të saktë ose frikësuese. 3 tabut pengojnë inteligjencën emocionale. Kur emocionet si zemërimi, frika apo trishtimi konsiderohen të papërshtatshme, fëmijët mësojnë t'i shtypin ato. Kjo lidhet me vështirësi në vetë rregullim emocional dhe marrëdhënie më të dobta sociale në të ardhmen. 4 Mjedisi i hapur rrit reziliencën. Studimet në psikologjinë e lidhjes, attachment, tregojnë se fëmijët që rriten në familje ku temat diskutohen hapur zhvillojnë më shumë siguri emocionale dhe aftësi për të kërkuar ndihmë kur kanë nevojë. 5 Edukimi i hershëm parandalon traumën. Kur fëmijët edukohen në mënyrë të përshtatshme për moshën rreth kufive personal, trupit dhe sigurisë, ata kanë më shumë gjasa të raportojnë situata abuzive. Psikologjia parandaluese e konsideron komunikimin e hapur si faktor mbrojtës kryesor.